Një operacion i gjerë policor i zhvilluar në strukturat e policisë së Lushnjës ka çuar në zbulimin e një skeme të dyshuar kriminale që përfshinte trafikimin dhe tregtimin e bijuterive të vjedhura në vende të ndryshme të Europës. Pas disa muajsh hetime, autoritetet arrestuan një 27 vjeçar nga fshati Kreshpanifierit, i cili dyshohet se ishte hallka kryesore e sigurimit dhe shpërndarjes së sëndeve me vlerë. Njëkohësisht është padhur në kërkim dhe bashkëpunëtori i tij 45 vjeçar, ndërsa 7 administrator subjektesh argjendarie janë proceduar penalisht. Sipas hetimeve, i riu dyshohet se siguronte në mënyrë të palishme bijuteri ari dhe argjenti, ora të markave të njohura dhe sende të tjera me vlerë, të cilat mendohet se kishin origjinën nga vjedhje të kryera kryesisht në Itali dhe Greqi. Më pas këto produkte tregtoheshin në pika të ndryshme argjendarie brenda vendit. Gjatë kontrolleve të ushtruara në banesa dhe ambiente tregtare, policia gjeti dhe sekuestroi mbi 15 kg ar dhe më shumë se 4 kg argjend, së bashku me qindra sende të tjera me vlerë. Mes materialeve të bllokuara janë 612 ora të markave të ndryshme, 13 varëse të zbukuruara me gur diamanti, si dhe objekte të tjera që dyshohet se kanë vlera artistike dhe kulturore. Po ashtu janë sekuestruar shumë aparash në lekë dhe euro, telefona celular, pajisje elektronike dhe prova të tjera që pritet të ndihmojnë në zbardhjen e plotë të aktivitetit dyshuar kriminal. Sipas vlerësimeve paraprake të hetuesve, vlera totale e sendeve të sekuestruara arrin rreth 2 milion euro, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në këtë rrjet.